Mleku mbajti duart përpara vetes dhe tha: "Shpërblimi yt do të jetë sipas sinqeritetit të këtij recitimi." Zejdi u zgjuar rishtas në dhomën e tij. Hëna kishte zbritur, por në qetësinë e gishtrinëve të natës ai ndjente valën e vizionit hyjnor. Lotët ja lagën faqeve, sa zemra i dridhej nga vendosmëria e re. Ai mori një letër dhe zhyti penën me sinqeritet. Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirshëm, unë premtova të ndaj këtë mesazh. Kështu nisi fjalët e shkruara me dur, të cilat me pas u shpërndarën në flet palosje. U mbajtën si predikime para çdo xhamie, u recituan para çdo jetimi, u mësuan në çdo shkollë fillore. Secili qytet që takonte historinë e dëgjonte historinë e melekut transformohej. Xhamit hapën dyert të reja për grupe të rinj leximesh, Kurani, njerëzit ngritën lavaman plastik ose mermeri, varfanjakët gëzonin ndihmat e sadakas kolektive, bamirësisë. Një lëvizje shpirtërore përfshiu gjurmët e raundit të besimtarëve, nga ata që ishin totalisht me punët e përditshme deri te dietarët më të mëdhej, dhe në qytetin afër Bregdetit, peshkatarët që dikur tundeshin nga ritmi i valve, tani falnin mëngjesin para nisjes për peshkim, duke shpresuar çdo rrjet të sjellë më shumë shpërblim. Në qytetin e Shkretëtirës, ata që merreshin me kafilera, karavanësh, nisën të falnin në çdo stacion karavani, duke nxjerrë një qilim të vogël falje kudo që ndalonin falnin namaz. Pas 5 vjetësh kur ëndra e Zejdit u tha mira herë, doli një pejgamber tjetër. Ai u premtua nga gratë që mbanin librat Kur'anin duke i bërë leta djep për fëmijët. Fëmijët ngritën shenjat e para të besimit, mbajtën trimërinë e tyre në heshtje, duke shpresuar të jenë të parët që arrin nivelet më të larta të xhenetit, duke mësuar nga historitë dhe tregimet e pejgamberëve. Urdhri hyjnor ushtri në çdo cep të botës, në qytete me lartësi, në male të larta, në fshatra të thella, secili vend ngriti ulse, pemë, xhami që portretizonin simbolikën shpirtërore. Secili njeri e dinte, dera e mëshirës mbetet e hapur derisa fryma e fundit largohet, por çdo veprim dhe çdo lutje formon shkallë drejt dritës ose tym. Dhe kështu mes tregimit të zhytur në detaje dhe mrekulli, ura e dyrëve të përjetshme mbeti udhërrëfyesi zemrave. Një histori që nuk ka fund. Megjithatë, përtej fjalëve të shkruara dhe rrëfimeve të përsëritura në kongregacione, takime, vetë universi duket sikur e mbron këtë legjendë. Dhe shkretëtirat që ditën digjen nga dielli, por netët mbeten të freskëta. Moralet e braktisura paraqesin simbolet e urës së argjend, anash lumejve që rrjedhin prej kodrave të largëta. Pasqyrojnë hijen e kopshteve të xhenetit, në ujë të thellë, në malet e larta, shpellat e xhamit blu kanë mbetur streh për pelegrinë që kërkojnë të dëgjojnë njohunën e ëndrës së Zejdit. Në kohët e ardhshme kur brezat e ri sfidohen nga materializmi dhe zhurma e jetës moderne, ata që kanë dijen islame gjejnë në këtë tregim një mjet për të ringjallur dashurinë për shpirt. Secili predikim që nis nga fjalët e Zejdit përbën si një valë që dëpërton në zemrat më të ngrira. Kënstarët shënojnë përmirësime në mirëqenien mendore të atyre që dëgjojnë rrëfimin, ulje të ankthit dhe depresionit, rritje të ndjenjes së lidhjes me të tjerët, mjek shpirtëror duke kombinuar terapi dhe lexime të kapërcyra të tregimit. Zbulojnë se historia e urës sillet rreth procesit të vetëdijsimit. Njerëzit fillojnë ta perceptojnë jetën si një udhtim midis dy dyrëve e jo thjesht si një vije drejt. Në një epokë ku teknologjia krijon realitete virtuale, pasazhet e xhenetit dhe xhehenemit ngrihen me anë grafikash holografike në muzeet e qyteteve të mëdha, duke ftuar vizitorët të kalojnë nga njëra anë në tjetrën, një simbolike qartë e lirisë së zgjedhjes, por të gjithë pajtohen se asnjë paraqitje digjitale nuk mund të kapë thellësinë shpirtërore të ëndrrës së Zejdit, sepse ajo rrjedh nga një përvojë hyjnore që s'mund të reprodukohet plotësisht nga një makinë. Megjithatë, çdo vit në natën e kadrit mia njerëz nga gjithë bota mbledhin dronjë të fortë për ndesur një kamp të vetdijes spirituale rreth flagëve. Lexuesit recitojnë pasazhe kuranore, urat e argjendta të nivelit të dritës solid si prej kristali gur të çmuar. Në atë moment ata ndjejnë lidhjen me brezat që përcollën mesazhin nga Zejdi. Dietarët që publikuan në libra tek studentët e sotëm që studiojnë në shkollat islame. Në fund, ashtu si filloi çdo gjë me lutjen e thjeshtë një zemre të etur për dritë, udhëtimi i Zejdit na kujton se secili prej nesh mban brenda vetes urën e argjend të zgjedhjes. Çdo fjalë e butë, çdo hap drejt mëshirës, çdo pendim i sinqert janë gurët që ngrejnë këtë urë mbi thellësinë e pasigurisë dhe dyshimit. Xheneti është premtimi i një shpërblimit pafund për ata që zgjedhin dritën me vullnet të fortë dhe zemër të pastërt. Xhehenemi është paralajmërimi i asaj që pret ata që harrojnë se jeta i kalon si një frymarrje, një mundësi e humbur për pendim dhe përmirësim. Dhe kështu mes netëve të kadrit, mes sezonit dhe herqjes, mes dorështregimit të një bamirësie të heshturne dhe mes jetës që rrjedh si ujë i thjellët. Zgjohemi çdo mëngjes me shpresë se do të zgjedhim dritën, sepse mrekullia më e madhe nuk është thjesht ajo që na pret mbi ur, por vetë udhëtimi i ndërtimit të saj.